Shkolla e drejtorëve, një institucion që prej 7 vitesh ofron trajnime të detyrueshme për drejtuesit e arsimit parauniversitar, po zgjerohet gjithnjë dhe më shumë edhe në qarkun e Shkodrës. 10 mësues dhe aspirant për drejtues janë përfshirë aktualisht në programet e kësaj shkolle, e cila synon të rrisë cilësinë e drejtimit në institucionet arsimore. Interesi është goxha i lartë. Ne aktualisht jemi në brezin e 7, kemi pothuajse rreth 400 pjesëmarrës, të cilët e ndjekin programin në të gjithë Shqipërinë, dhe nga Shkodra ne kemi një grup rreth 60 pjesëmarrësish, pra kemi 2 grupe të cilat janë të ndarë. Jemi në brezin e 2 në cilën programi zhvillohet në Shkodër, dhe kërkesat për të bërë pjesë e trajnimeve të shkollës së drejtorëve janë të shumta dhe vëren nga viti në vit me shtimin e pjesëmarrësve që i bëjnë pjesë këtij programi ekselense. Pjesëmarrësit trajnohen për të zhvilluar kapacitete të reja menaxheriale, për të udhëhequr me vizion dhe për të ndikuar pozitivisht në cilësinë e mësimdhënies. Shkolla e leadershipit është më shumë për të kuptuar që jo për ta parë si drejtim të një shkolle, por si menaxher të së ardhmes, për të qenë bashkëpunues me mësuesit, me nxënësit dhe me prindrit. Risia e këtij programi qëndron në ndryshimin e filozofisë së drejtimit të shkollës, nga një qasje tradicionale autoritare drejt një modeli bashkohor, kolegjial dhe gjithëpërfshirës.